marketet në gjithë Kosovën brenda një dite, mirë po, disi nuk... A prodhoj rezultat realisht? Unë më dhej se po. Kam qenë në përkraje të lëvizjes Kosova bojkoton. I kam përkrarë edhe këto që janë quajt asnjë cent më shumë për energjinë elektrike. Për të dy raste më dhej se e ka dhënë efektin e tyre, por nëse ne presim mrekullia nuk ekziston, njësoj siç nuk ekziston as ideale, nuk ekziston as absolutja. Ato janë të pranishme vetëm në retorikën tonë, mirë po ato ekzistojnë në mendjen tonë për të arritur arritshmëri më të lartë. Sepse mos të harrojmë se një pjesë e madhe e qytetarëve konsumatorë, e familjeve konsumatore, e bizneseve konsumatore, janë të lidhura ngushtë me partitë politike. Ne jemi një shtet i vogël, jemi 1.600.000. Ne të gjithë jemi të familiarizuar. Dhe nga aspekti familiarizimit ne jemi një shoqëri fisrore, një shoqëri klanore dhe shumë lehtë të ndikueshëm nga çdo kush. Domethënë, në një mënyrë jemi vazarizuar ose jemi shndruar në tifoz të partisë politike. Dhe në këto rrethana, nëse ne shqyrtojmë çdo gjë, të arriturat që janë arrit me Kosova bojkoto dhe asnjë cent më shumë, për mua janë të mëdha. Sepse i gjithë opinionit, të gjithë qytetarët konsumatorë tash po frymojnë ndryshe. Dhe po e presim ndoshta edhe një lëvizje të re, ose të paktën këto lëvizje të ekzistuese të bëjnë një aktivitet të ri dhe të shkojmë edhe më fuqishëm përpara. Ne duhet ta bindim, nëse kemi arritur të bindim qeverit nga legjislatorët e mëparme, duhet këtë qeveri ta bindim se ne jemi fuqi, jemi forcë që duhet respektuar, sepse ne jemi ata që e financojmë shtetin, ne jemi ata që japim sens ekonomisë, ne jemi ata që mbajmë politikën. Politika pa konsum, pra edhe pa ekonomi, edhe pa neve si konsumator taksapagues, nuk ka të gjallë. Prandaj, ose duhet të ulemi të bisedojmë, ose nëse qeveria na hedh neve në rrugë dhe na bën rrugaq, edhe sjelljet tona do të jenë sjellje rrugaqërie dhe përgjegjësia është e qeverisë. Domethënë, unë mendoj që të arriturat dhe porositë që janë nga këto dy lëvizje janë të mëdha, por pajtohem me juve se e bët pyetjen si me dilemë, pajtohem që nuk janë të mjaftueshme. Po për shkak se ka pasur vazhdimisht pastaj rritje. Unë mendoj se do të ketë më shumë. Ta bëjmë një krahasim me lejen tuaj. Niveli i patriotizmit ekonomik në Republikën e Kroacisë është shumë më lartë se joni. Ata e patërnisë të parët bojkotimin e marketeve. Kanë të arritura shumë më të mëdha. Por a janë të mjaftueshme? Asa atje janë të mjaftueshme. Shiqoni, është një lidhje shumë e hollë, shumë e rëndësishme mes nevojës dhe përmbushjes së nevojës. Nëse ne kemi nevojë për diçka, në veçanti kur bëhet fjalë për artikujt e ushqimit, artikujt themelor ushqimor, ne duhet të ham, duhet të pim. Shëndeti dhe jeta varet prej tyre. Dhe ne nuk mund të bojkotojmë deri pa kufi. Dhe të gjithë ata në anën e kundërt e din këtë fakt. Por nuk e di qeveria. E di edhe qeveria, por qeveria me këtë mos interesim, po dëshmon se është shumë më afër ekonomisë, bizneseve, se neve. Dhe janë një formulë, mendoj që jam autori formulës, nëse dikush nuk di, nuk do, ose nuk mund të bëjë zgjidhje, do me thënë se është pjesë e problemit. Do me thënë, asnjë legjislator deri më sot nuk ka dashur, nuk ka ditë, ose nuk ka mujtë të merret me kauzën e konsumatorit. Do me thënë, të gjitha ato ka penionin mshej tjetrit, janë marrë, ose kanë menaxhu në kurrizë të qytetarët konsumatorë taksapagues, në një mënyrë kemi qenë dhe jemi të eksploatuar, jemi të zhvatur, jemi të shtypur, sepse neve askush nuk na dëgjon, as nuk komunikon me neve, askush nuk diskuton me neve. Ne kemi një departament, një zyre dhe këshill për mbrojtjen e konsumatorit në kuadrin e mintit, këshilli ku jam edhe në antar, jemi autor i ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, jemi autor i programit për mbrojtjen e konsumatorit. Ky program ka buruar nga plan programet e të gjitha ministrive dhe i dedikohet po aty në ministrive. Po kur nuk ka ndodhur asnjë ministri të na raportoj për realizimin e atyre programeve. Kaq respektohet qytetari konsumator. Pas atyre ministrive kanë qenë të gjitha legjislaturat qeveritare.
pas të gjitha legjislaturave qeveritare kanë qenë të gjitha legjislaturat e Kuvendit të Kosovës. Kanë qenë presidencat. A është e mundur që kaq shumë